Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këto picat e vogla, mund t'i quani si të dëshironi, por u bën vërtet shumë të mira, pa mbukë të butë, me një shije dhe aromë fantastike dhe mbi të gjitha janë të përshtatshme për çdo vakt. Në familjen time u pëlqyen shumë, qëndroni me mua t'i përgatisim bashk. Në një enë ndërshtojmë pak ujë, një lugë gjelle maja ose 7 gram, një lugë çaj sheqer ose mjalt nëse dëshironi ta shmangni sheqerin. Sheqeri ndihmon majan që të aktivizohet. E përziejmë shumë mirë masën dhe e lëm për pak në mënyrë që të bëhet aktivizimi I saj. Pasi është gati, do vazhdojmë me masën e miellit. Unë kam shtuar 500 gram miell gruri, një lugë çaj krip dhe 3 lugë vaj ulliri. Këto janë për 3 pica të mëdha, si shihni në video. Nëse do përgatisni më shumë, mund të dyfishoni masat. Kam përdorur rreth 250 ml ujë dhe kam shtuar pak e nga pak duke e punuar brumin derisa të na formohet një masë e butë por jo e ngjitur, sikur do përgatisim masën për byrek. Do ta mbulojmë dhe do ta lëm të pushoj për rreth 30 minuta. Keni parasysh se sa më shumë pushon, aq më e mirë bëhet. Unë këtu kisha harruar ta lyeja me pak vaj dhe kjo qesja më ngjiti, por gjithsesi nëse dëshironi ta shmangni, mund ta lyeni me vaj. Pasi e kemi gati, tavolinën e punës e lyej me pak miell, e ndajmë atë në pjesë të barabarta, mund të përgatisni sa do pjesë ju dëshironi, mund t'i bëni edhe më të vogla. Duke e përdorur pak miell ose nise shtet, çfarë t'ju gjendet në shtëpi, do t'i hapim në këtë mënyrë dhe do t'i mbushim me djath pice. Unë kam përdorur rreth 250-300 gram djath pice, pasi duan pak të mbushen, dhe do t'i mbledhim në këtë mënyrë, duke I mbledhur fort në mënyrë që të mos hapen nga pjesa që po bëjmë mbylljen. Pasi I kemi mbyllur, do t'i kalojmë me susam. Nëse shihni që susami nuk ngjit, mund ta lyeni pak me ujë si në rastin tim. E kalojmë në të dy anët. Kjo me susam është sipas dëshirës, mund edhe të mos I lyeni, por ju siguroj që ka një shije krejtësisht tjetër me susam. Ne e preferojmë shumë, në familjen tonë e përdorim shumë dhe në këtë recetë I jep shumë shije. Kështu siç I kemi, I vendosim në tavën e pjekjes duke lënë pak hapësirë mes tyre pasi do të fryhen dhe të mos ngjisin. Në tavën e pjekjes duhet patjetër të vendosni letër pjekje poshtë. Pasi I kemi vendosur të treja, do t'i presim në mes me ndihmën e një thike. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni I ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Recetat e mia janë të thjeshta, të shpejta dhe mund t'i përgatisni lehtë në kuzhinën tuaj. Pasi kemi ardhur në këtë pikë, do presim sallam në feta të holla dhe do t'i vendosim edhe ato në sipërfaqe tek pjesa ku kemi bërë hapjen. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani atë në koment. Pasi kemi vendosur pjesën e sallamit, do shtojmë edhe speca, nëse I preferoni, ne I preferojmë shumë dhe gjithmonë janë pjesë e kësaj recete. Mund të zgjidhni të kuqe ose jeshile sipas preferencës. I pjekim në 200 gradë derisa të jenë gati. Si ju duket si recetë, pres me padurim përshtypjen tuaj në koment. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni. Shihemi në recetën e radhës.